Leskovci është qyteti mikpritës i ndeshjes me Serbisë dhe Shqipërisë që do të luhet të shtunën në stadiumin Dubočica në kuadër të kualifikueseve për kampionatin botëror në futboll. Shqipëria i do pikët e plota që do të arreatoni në pozitën e dytë në grupin K dhe në anën tjetër Serbin do ta hithe në nokaut. Ndeshja do të luhet të shtunën e 11 tetorit, por atmosfera është ndezur para saj dhe media serbe i ka tërbuar deklarata e Juliana Nurës. Kaosi po përgatitet në Leskovc. Ajo vjen me një flamur të UÇK-s në ndeshjen me Serbin. Ky është titulli i mediumit më të madh serb Kurir për deklaratat që Juliana Nura bëri mbrëmjen e dieshme, ku tha se do të sigurojë një bilet për të qenë e pranishme në stadium dhe për të mbështetur djemt kuqezinj, duke shpalosur madje edhe flamurin e UÇK-s. Ka interesim të madh për ndeshjen në jug të Serbisë, e cila është shpallur një ndeshje me rrezik të lartë, por edhe kështu, një influencuese nga një vend kërcënon të krijojë kaos. Në fakt, Juliana Nura, ish pjesëmarrëse e Big Brother, sot modele dhe influencuese, pretendon se ka marrë bilet për ndeshjen në Leskovc me një telefonat. Me sa duket, presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit ja ka dhënë asaj një bilet. Nura zbuloi në emisionin favorit se e ka një bilet dhe do të vijë në Leskovc me flamurin e UÇK-s, shkruan e shqetësuar media serbe Kurir. Do të jem në ndeshjen kundër Serbisë me flamurin e UÇK-s. E kam pasaportën finlandeze, nuk më shqetësojnë ata, sepse kam njerëz atje, tha ajo. E vetmja pyetje është se si do t'ja dalë ta bëj, por ajo tashmë ka bërë mjaftueshëm me deklaratën se po i vë gishtin në sy serbëve, shkruan më tej media serbe. Miss Kosova dhe personazhi publik, Juliana Nura ka bërë një deklaratë të fortë në emisionin favorit, ku foli për përballjen e shumëpritur mes Shqipërisë dhe Serbisë në futboll më 11 tetor. Nura, e njohur për qëndrimet e saj adetare, u shpreh me vendosmëri se do të jetë e pranishme në stadium duke mbajtur flamurin e ushtrisë çlirimtare të UÇK-s. Unë do të jem në ndeshjen ndaj Serbisë me flamurin e UÇK-s. Kam pasaportë franceze, nuk më ngucin sepse i kam njerëzit atje, deklaroi ajo me plot bindje, duke nënkuptuar se nuk i friksohet nga asgjë reagimit apo pengesës për shkak të bindjeve të saj. Kjo deklaratë ka ngjallur reagime të shumta në rrjetet sociale, ku shumë qytetarë e kanë mbështetur për guximin dhe qëndrimin e saj patriotik. Nura ka qenë shpeshherë në qendër të vëmendjes për mënyrën e saj të drejtë për drejtë të shprehurit, por kësaj here fjalët e saj kanë marrë një domethënie të veçantë në prag të një ndeshje që mbar tension historik e emocion mes dy vendeve. Në studio përballë imazheve të saj me flamurin kuqezi në stadium, ajo shtoi se dashuria për kombin dhe respekti për ata që kanë dhënë jetën për liri janë arsyet pse gjithmonë do të ngrejë flamurin shqiptar dhe atë të UÇK-s. Unë jam shqiptare dhe krenare për këtë, asnjë pasaport, asnjë kufi nuk më ndalon zemrën shqiptare, tha Nura, mes mbështetjes që mori jo vetëm nga të pranishmit në studio, por menjëherë edhe nga ndjekësit në rrjetet sociale.